Ishte një javë jashtëzakonisht shumë e rëndë edhe tensionuese. Nesër nëse s'gaboj është hera 6 që emri juaj do të jetë le të themi nga lëvizjeve të vendosje e propozuar për kryetarët kuvendit. A keni siguru votat zona Axhiu për nesër? Në fakt ashtu është, do të thënë që nga 15 prilli ne ende nuk kemi arritur që ta konstituojmë kuvendin e Republikës së Kosovës. Fillimisht, siç e dini, kishte refuzime për votimin e raportit për verifikimin e mandateve, pra që doli si qëndrim i opozitës që të mos votohen mandatet e deputetëve gjithësisht, të mos verifikohen ato apo të refuzohet verifikimi i tyre nga ana e kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe tani jemi në një situatë tjetër, por sërish që pamundson konstituimin e kuvendit me refuzimin e emrit tim për të qenë kryetare e kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk jam shumë optimiste që situata do të ndryshoj në ditën e nesërme, në seancën e nesërme.